Një aktivitet me vlera të spikatura historike dhe patriotike u zhvillua në sallën auditorium të forcave të armatosura në Ministrinë e Mbrojtjes, ku u promovua libri Skënderbej-Gastitë ndër vite, pjesa e 5. Shoqata kombëtare ushtarakëve në rezervë të Shqipërisë organizoi këtë veprimtari, e cila mblodhi së bashku ushtarak, studiues, autorë dhe të ftuar të tjerë në një event kushtuar ruajtjes dhe promovimit të vlerave të historisë ushtarake shqiptare. Libri Skënderbej-Gastitë ndër vite, një botim i autorëve Kujtim Boriçi dhe Maksim Fejzulla, sill një pasqyrë të zgjeruar të kontributit dhe sakrificave të brezave të ushtarakëve ndër vite. Sot ne përrojmë kolonën e 5 të veprës Skënderbej-Gastitë ndër vite. Dhe ajo e cimentoi dhe e vendosi në histori dhe do mbetet e gjallë shkolla Skënderbej nëpërmjet këtyre volumeve. Përmes dokumentave, dëshmive dhe analizave, kjo vepër synon të ruaj memorien historike dhe të nderoj figurat që kanë shërbyer me përkushtim ndaj atë dheut. Pjesëmarrësit vlerësuan historinë e këtij botimi si një kontribut i çmuar në historinë shqiptare, si një mesazh për brezat e rinj mbi vlerat e shërbimit dhe atë dhe dashurinë. Promovimi i kësaj vepre konfirmon edhe një herë rëndësinë e dokumentimit të historisë ushtarake dhe ruajtjes së trashëgimisë kombëtare për të ardhmen.